me arritjet e Muriqit. Këto arritje në një shtet i cili nuk na ka pranu, kanë vlerë edhe më të madhe, dhe jam i sigurt që Spanja ka mujtë mos me na njoft, por përmes Muriqit, ndoshta jo de jure, po de facto ajo është emri i Kosovës është prezent në çdo paraqitje, në çdo gol që num, në çdo pasim që e jep Muriqi, në kom dëgju komentatori se si e përmend përjardhjen e Muriqit, edhe pse ata zyrtarët mundohen me ik termit, por unë po mendoj që Muriqi është krenaria jonë në këto momente, është lojtar i cili e ka kalu Samuel Eto'o duke të është kryetar i Federatës së futbollit aktualisht, njëri prej legjendave të futbollit. Barcelona Inter. Emrat mos t'i përmendim, domethënë kemi të bëjmë me një rezultat, me një krahasim, me një yll të futbollit të dikushëm, që do të thotë se një arritje e cila rrallë herë arrihet në futboll. Këtë që ka du me thonë për Muriqin, unë e uroj që me pas shëndet edhe fat, mas me pas lëndime, edhe jam i sigurt që Muriqi kam edhe në kontribut ende për ekipin e Kosovës, dhe nuk esha pas dëshirë me ndigju deklaratet se mas 4 viteve, mas 2 viteve, Muriqi është sportisti cili ka me lujtë edhe shumë gjatë, dhe jam i sigurt që Kosovës i duhet një gol shënus çfarë është Muriqi, dhe jam optimist që pas 2 viteve Kosova do t'jetë në Evropian me Muriqin. Me Muriqin. A dhe se në deklarat të fundit, Muriqi tha se është duke menduar dhe ende nuk ka vendosur se çfarë do të bëj se përket të armës me Kosovën. Janë deklaratat momentit të shprimit me siguri për shkak kësaj humbje me Turqinë, por jam i sigurt që Kosova ka nevojë për Muriqin, dhe atëherë kur i duhet Kosovës, jam i sigurt jo vetëm Muriqi, por të gjithë sportistët, gjithë futbollistët që janë pjesë të Kosovës kanë me qenë aty, sepse i nevojiten shtetit tonë të ri, i cili po afirmohet dita ditës. Na kemi thonë edhe kemi qenë me fail, na kemi humbë ndeshjen me Turqinë, po kemi fituar respektin. Respektin ndërkombëtar, kjo është e rëndësishme. Kjo deklaratë e Muriqit edhe para ndeshjes me